Qoftë lëvduar Jesu Krishti, mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diela e familjes së shenjtë. O hyj Maja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Krisht shkëlqimi atit, o Virgjë nënë e hyjit, Josef mbrojtës i zelshëm, i kaq pengjeve shenjte. Të shndris shtëpia juaj nga lulet e virtyteve, prej nga vetiu të rjedh burimi i vet hireve. Dhe engjëjt e mahnitur shikojnë birin e hyjit, veshur në trajt shërptori për të shërbyer njerëzve. Jezus, nënë e Josef, bëni që shtëpi tona gjatë gjithë qëndrimit tuaj të gëzojnë dhuntit e shenjta. Ty o Krisht nderi e lavdia që shpresën na jep neve, me anë të prindërve të tu, të shkojmë në shtëpi të qiellit. Amen. Antifona e parë. Çdo vit për të kremtën e Pashkëve, prindërit e Jezusit shkonin në Jeruzalem. Psalmi 63. Shpirti i jetshëm për hyjin. O hyj, hyji imi e ti, qysh nagim të kërkoj. Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, si toka e shkret, e that e pa ujë. Kështu erdha në shetroren tënde për ta parë fuqinë tënde e lavdin tënde, sepse më mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im më mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Çdo vit për të kremtën e Pashkëve, prindërit e Jezusit shkonin në Jeruzalem. Antifona e dytë. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urti, dhe hiri i hyjit ishte me të. Kënga marrë nga libri Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujërat që jeni për mbi qiell bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi bekojeni Zotin. Diell e hënë bekojeni Zotin. Yjet e qiellit bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi bekojeni Zotin. Acar e vap bekojeni Zotin. Vesë brym bekojeni Zotin. Akull e cegëm bekojeni Zotin. Breshëra e borëra bekojeni Zotin. Net e dit bekojeni Zotin. Dritë e errësirë bekojeni Zotin. Vetëtima e re bekojeni Zotin. Toka e bekoftë Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumen bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindësh e gjithë që ka lëviz në ujëra bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit bekojeni Zotin. Kafshë të egresh të pjake bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urti,
dhe hiri i hyjit ishte në të. Antifona e tretë. Prindërit e Jezusit mrekulloheshin nga ato që thuheshin për të. Psalmi 149, Fejsta e miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesi të vet, bijtë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë, e shpatën dyteshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. prindërit e Jezusit mrekulloheshin nga ato që thuheshin për të. Leximi i shkurtër nga Ligji i Përtrir, kapitulli 5, rreshti 16. Ndero baban tënd dhe nënën, sikurse të urdhëroi Zoti i hyjyt, që ta kesh jetën e gjatë e të kalosh mirë për mbi tokën që Zoti i hyjyt do të ta jap. Përgjigje e shkurtër. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Ti që ishe i dëgjueshëm ndaj Virgjërës Mari, Ki mëshirë për ne. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Na shndrit o Zot me shembullin e familjes sate, udhëheqi hapa tanë në udhën e paqes. Kënga e Zakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na shndret o Zot me shembullin e familjes sate, udhëhiqi hapa tanë në udhën e paqes. Lutjet e besimtarve. Ti përkulemi birit të hyjit të gjallë, i cili u dënjua të bëhet antar i familjes njerëzore dhe atij ti themi: O Jezu Krisht, i dëgjueshëm dhe i përvuajtur, shenjtroje kishën tënde. Jezus, fjale amshuar e atit, që ti u nënshtrove Maris dhe Jozefit. Na mëso të përvujtrohemi. O Jezu Krisht, i dëgjueshëm dhe i përvuajtur, shenjtroje kishën tënde. Mësuesi ynë, fjalët dhe veprat e tua, nëna jote i ruante në zemrën e saj. Bëj që fjalën tënde ta dëgjojmë dhe ta ruajmë në zemër të mirë dhe të pastër. O Jezu Krisht, i dëgjueshëm dhe i përvuajtur, shenjtroje kishën tënde. O Jezus, krijues i botës, ti deshe të quhesh bir i punëtorit. Na mëso që në punë të jemi të zellshëm. O Jezu Krisht, i dëgjueshëm dhe i përvuajtur, shenjtroje kishën tënde. O Jezus, ti në familjen nazarenase përparove në urti,
në moshë dhe në hirë para Zotit dhe njerëzve. Bëj që të rritemi në fe dhe në dashuri. O Jezu Krisht, i dëgjueshëm dhe i përvuajtur, shenjtroje kishën tënde. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na lira nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti që në familjen shenjte na dhe shembullin e shkëlqyeshëm të jetës së vërtetë. Bëj po të lutemi që edhe ne ti përngjajmë asaj në virtytet të jetës shtëpiake dhe në dashuri, që të gjithë së bashku ti gëzojmë shpërblimet e amshuara në shtëpinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.